Dhe a ka pasur realisht, zotri Gruda, një plan konkret për parandalimin, sepse vërshime ka pasur edhe më herët edhe viteve të kaluara, ka pasur plane konkrete për të cilat nuk janë respektuar, apo të cilat edhe nuk kanë funksionuar, sepse përballemi ndoshta po them çdo vit me të njëjta situata. Po, Komuna Drenosit ka planin për menaxhimin e emergjencave, mirë po në këtë vit jemi përballur më shumë nga rrjedha e lumeneve të cilat po pengohen nga mbeturinat dhe kryesisht fytet ose urat ku kanë me kalu ujë, ato po pengohen nga mbeturinat dhe kemi një ngecje të rrjedhës së ujit. Përndryshe, prej ditës ose prej momentit që kanë filluar rreshtet, ekipet emergjente dhe gjitha ekipet që kemi në dispozicion si Komuna Drenosit, jemi në terren dhe po mundohemi pa motrën që të dalim në ndihmë qytetarëve. A është anashkaluar pastrimi i lumenjve, sepse përmende që njëra ndër arsyet kryesore të kësaj është pikërisht edhe pengimi nga mbeturinat në për lumenj. A pastrohen me kohë dhe a shikohen edhe para rreshjeve, sepse e dim se në këtë periudhë të vitit që jemi, rreshjet edhe janë normale. Ne kemi me mundësi buxhetore, ne kemi intervenu në pastrime e disa lumenjve ose fyteve apo urave ku janë ose edhe prockave. Mirë po një pastrim më i thellë nuk ka pas mundësi të bëhet nga Komuna e Drenosit për ta që buxhetore që për buxhetin e kufizuar që e kemi si Komuna e Drenosit. Dhe janë, zotri Gruda, zakonisht familjet e njëjta, shtëpitë e njëjta që psojnë nga përmbytjet, apo intervenohet dhe aty ku intervenohet më nuk ka përmbytje gjatë viteve në vem? Varet prej nivelit të shiut sa bjen edhe në cilën zonë bjen. Për shembull, Kombëroni gjithherë ka qenë problem këtë situatë, nuk ka qenë edhe shumë problem në Kombëroni. Ka qenë shiu i fokusuar kryesisht në Drenaz dhe rrethinën e Drenosit, qendrës së Drenosit. Është i madh numri i familjeve që janë evakuuar dhe a ka pasur raste që edhe mbrëm, gjatë natës së mbrëmshme, por edhe gjatë natës të jenë evakuuar familje nga shtëpitë e tyre? Gjatë mbrëmjes kemi intervenuar në çdo familje që ka kërkuar ndihmë, evakuim nuk ka pasur nevojë, mirë po gjatë ditës diku 20 familje kemi evakuar, të cilët kanë gjetur shtreh tek familjarët e tyre. Pra sot po qëndrojnë prapë aty. Po, pra janë dërguar tek familjarët e tyre dhe jo në për pjesë që janë të caktuara ndoshta nga komuna për raste të tilla emergjente. Familjarët kanë shprehë gatishmërinë dhe dëshirën që me strehu tek familjarët e tyre. Edhe një çështje të fundit, zotri Gruda, do të kompenzohen familjet të cilat janë dëmtuar dhe realisht kur do të fillojë edhe pastrimi ndoshta edhe i rrugëve dhe i shtëpive të cilat janë dëmtuar? Komuna Drenosit ka domethënë komision për vlerësimin e domeve nga zjarret dhe fatkeqësitë tjera, tu i përfshi edhe fatkeqësitë natyrore. Si të qetësohet pak shiu ose si të stabilizohet gjendja, dalin ekipet dhe komisionet bëjnë vlerësime e domeve, krijohet një raport edhe sigurisht ky raport përcjellet në Ministri dhe Qeverinë në linjat përkatëse për kompenzim të më të tjeshëm, pasi që Komuna Drenosit nuk ka fond emergjent për të dalë ndihmë ose për të bërë pagesën e këtyre humbjeve që i kanë ose këtyre dëmeve të shkaktuara. Po, e qartë, zoti Gruda, të falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje të drejt për drejt, uroj që edhe Komuna e Drenosit ta kaloj sa më shpejt këtë gjendje. Faleminderit juve.